Të nderuar qytetar, në vazhdim të shkeljes kushtetutës dhe në vazhdim të kapjes pushtetit vendor, Kryeministri vendosi me VKM revokimin e drejtës pronës së Bashkisë Tiranë dhe transferimin e pronësisë së pasurive të saj në njësinë administrative numër 1, zonë e njohur ndryshe si ish uzina e automjeteve apo autotraktorëve. Kjo pronësi i është kaluar Bashkisë Tiranë me VKM në 2019 më 21 mars të vitit 2017, 8 vite më parë, për përdorim për realizimin e programeve arsimore dhe për realizimin e veprimtarive social-kulturore dhe sportive. Çfarë bëri Bashkia Tiranë në këto 8 vite? Asgjë. Asnjë objekt arsimor, asnjë veprimtari sociale, asnjë veprimtari kulturore, asnjë veprimtari sportive. Dhe ndërkohë që banorët kanë nevojë për çerdhe, kanë nevojë për kopshte, kanë nevojë për shkolla, kanë nevojë për fusha sportive, zona nuk u zhvillua kurrë, madje as për banesa sociale. Tani, me një akt të dënueshëm, rrëmbimit kompetencave vendore, qeveria vendos marrjen e këtyre pronave të Bashkisë Tiranë dhe kalimin e tyre në funksion të Ministrisë Mbrojtjes, me qëllim ndërtimin e një fabrike të prodhimit të armëve dhe municioneve. Bazuar mbi ligjin e vetëqeverisjes vendore, ligji numër 139 vitit 2015, miratuar nga vetë qeveria Rama, i vetmi organ që mund të trajtojë pronat e Bashkisë Tiranë është Këshilli Bashkiak i saj. Për këtë arsye, Partia Demokratike i kërkon Këshillit Bashkiak Tiranës të trajtojë menjëherë dhe me prioritet çështjen e këtij rrëmbimi të pronës njësinë administrative numër 1 dhe të dënojë publikisht kapjen e pushtetit vendor nga Kryeministria dhe qeveria. Për qëllime ushtarake, ka mjaftueshëm objekte dhe terrene që mund të përdoren në zona shumë të përshtatshme, po brenda territorit të Bashkisë Tiranë, por pranë njerëzve dhe në zonat e banuara është e nevojshme të ndërtojmë çerdhe, kopshte, shkolla, objekte sociale, fusha sportive, që të jenë në mbështetje të tyre dhe në mbështetje të familjeve të tyre. Faleminderit.